Përshëndetje TikToku. Ritakojmë sërish me Yamaha Majesty vitit 2009. 400 kubik. Ne kemi thënë për edhe herë tjera që ky motor me këtë grup kaq potent që ka, është kryesisht një motor për udhëtime, sepse hyn tek motorat GT, Gran Turismo. Sot bëjmë një remont kapital që ky zotria të ndijë performancën e motorit me pjesë malosi. E filluam si fillim me pjesën e gomës, i montuam një gomë Pirelli Angel Scooter. Një gomë shumë e mirë që motori, duke qenë se peshën e ka në pjesën e mbrapme, goma është të e rëndësishme. E fillojmë me freksionin, shikojmë pra që freksioni të motorit është me 3 çepa. Freksioni vjetër është konsumuar tashmë. Shikoni këmbanën se si është pjekur, ka ndryshuar ngjyrë komplet, është bërë komplet të zezë. Rulat e motorit, rrypi i motorit dhe taselët. Pra, ndryshojmë komplet totalisht. Fillojmë nga rulat e malosit, nga freksioni bashkë me këmbanën. Nga 3 e kalojmë me 5 çepa Yamaha që sinqerisht që t'japi një performancë shumë të mirë. Gjithashtu ndrojmë në këtë rast edhe sustën e freksionit mbrapa që performanca të jetë akoma më e lartë. Gjithashtu taselot e variatorit në pjesën e rulave. Gjithashtu montojmë dhe një rryp malosi për endurance, për një forcë shumë të madhe. Gjithashtu për t'i dhënë akoma më performancë më të mirë, ndryshojmë dhe motorin e pompës benzinës, që është kaq i rëndësishëm tek këto motora. Gjithashtu dhe filtrat e ajrit bashkë me filtrin e vajit dhe me vajin. Ky motor kërkon një vaj 240 racing, mos e harroni vaj racing sepse është një motor që i kalon 8500 xhiro në minutë. Ndaj duhet jeni shumë kujdesshëm kur shkelni, edhe nëse kërkoni performancë për pjesët e malosit, na besoni neve që jemi profesionistë të kësaj pune. Faleminderit.